Do bënin be ato, pse mos punonin ato? Prandaj themi ne, pse s'punon njëri në Shqipëri? Gjithë detyrohen ta marrin bukën me vete, si kotën verit, gjys buke, futin ja 2 kokravez nga ato me 20 shteqe të frytit i çik, 2 domote dhe vazhdo jetën. Po më ka bërë përshtypje për shumë firma turke që rindërtoi rrugën e kombit. Rrogun ja çote pronarin në shtëpi te gruaja. S'kishte punë fare me lekët ky. Ja çote llogarit nusës dhe këtu ishte me mision ai të bote rrugën. Dhe hanin aty dhe flenin aty. Dhe na qelloi ditë që të filmonin, ka qenë ministri i transportit. Edhe qelloi orari drekës, ta ndohajmë dhe neve. Than turqit do vini tani dhe ju se s'ke ku të shkoni, a kupton? Edhe aty shifshin që kishin mend. Po mend, ç'a mend se gjitha llojet e makaronave, gjitha llojet e pilavit, gjitha llojet e mishave, si më thon, fileto pule, fileto viçi, pastaj fillonin sallatat, pastaj fillonin ëmbëlsirat, pastaj fillonin filoferat me pije, si hotel me 5 yje dhe shkonin pastaj punonin të lumtur, të qetë, dhe del puna më mirë valla. Domethën, ky pronari kur ka bërë të tjetër e ka llogaritë të pjesë që punëtorët të hajnë diçka. Ai kanë shpirt ai këtë pjesë. Po që do të jap ushqim të mirë njerëzve. Unë s'po them fruta deti, edhe po ja dhanë 2 ditë nuk është ndonjë problem i madh, po jetë ushqim dinjitoz më valla. Dhe ti mund ta hash çfarë doje, nuk është se kullion grosh pilav. Pini edhe nga i çaja aty mas buke, rinë çarekore më abecat i shkollën në bark dhe ikshin punonin.